Në teatrin Migjeni ka nisur përgatitjet për edicionin e 10 të festivalit Lulebor, një nga aktivitetet më të rëndësishme kulturore të qytetit. Këtë vit festivali vjen në një vit jubilar, duke shënuar edicionin e 10 të tij. Orkestra ka nisur provat e para në mënyrë që gjithçka të jetë gati në fund të muajit tetor, kur për 2 net me radhë emra të njohur të skenës shkodrane dhe asaj shqiptare do të performojnë për publikun e Shkodrës. Në një intervistë për media, Drita Mlika, përgjegjës i Qendrës Kulturore Pjetër Gaci, foli për përgatitjet por edhe për rëndësinë që mbart ky festival në vitin e tij jubilar. Këtë vit vjen edicioni i të 10 dhe ka hyrë në punë gjithë orkestra, duke filluar me bendin, duke filluar me pjesën e frymës kryesisht dhe me harçet. Do të vazhdojmë në ditët në vijim, kështu që festivali fillon në mënyrë graduale me formën e vet. E rëndësishme është që pjesëmarrja në këtë festival vjen nga jo vetëm nga qyteti jonë, pra nga krijuesit e qytetit tonë, por vjen edhe nga rrethet, nga Tirana dhe qytetet e ndryshme të vendit. Pas përzgjedhjes së këngëve që do të marrin pjesë në këtë edicion, puna është përqendruar në përgatitjen e materialeve muzikore, të cilat siç është traditë do të interpretohen live për publikun. Për 2 net me radhë, më 27 dhe 28 tetor, Teatri Migjeni do të mirëpres festivalin Lulebor, që në këtë edicion jubilar pritet të sjellë shumë surpriza dhe emocione për spektatorët.